Faleminderit që jeni këtu, faleminderit Zoti Nano për pranimin e ftesës për të bërë këtë dialog. Unë do të mbroj tezën se pse besoj që krishterimi është shpjegimi më i mirë për realitetin. Para se ta bëj këtë, një sqarim për frazën shpjegimi më i mirë, nënkupton që të jetë një shpjegim tërësor, pra të marrë parasysh të japi përgjigje për një sër aspektesh të realitetit njerëzor, të jetë koherent, pra të mos pranoj kontradita të brendshme, edhe të jetë bindës, të jetë mbushamendës. Dhe aspekti tjetër që mendoj që na takon ta themi tani është të bësh shpjegimin më të mirë do të thotë që të dyja palët të kenë barrën e provës për të provuar se ajo që besojnë jep shpjegim më të mirë dhe jo të mjaftohemi me kundërshtimet e kuptimit tjetër. Teza ime është që krishterimi ofron shpjegimin më të mirë dhe unë kam marrë disa aspekte të realitetit që është origjina e universit, njeriun, moralin, vuajtjen, Jezusin historik. Për origjinën e universit, ateizmi mendoj që dështon të japë një shpjegim bindës për pyetjen, Zoti Nano tha nuk tenton të jap përgjigje pyetjes, sepse ekziston diçka në vend që të mos ekzistonte asgjë. Ndërsa krishterimi ofron një shpjegim më të mirë për origjinën, sepse e bazon ekzistencën e tij në një shkak transcendent, përtej kohës, përtej hapësirës dhe përtej materjes. Dhe unë përdor atë që njihet zakonisht si argumenti kozmologjik që shkon me dy premisa dhe një konkluzion i thënë thjesht, çfarëdo që fillon të ekzistojë ka një shkak. Universi filloi të ekzistonte dikur, prandaj universi ka një shkak. Shpjegimi më i mirë për shkakun e universit është se ai buron nga një realitet transcendent. Premisat duhet të jenë të vërteta, nëse janë të vërteta, kokluzioni rrjedh. Zakonisht ngrihen kundërshtime ndaj premisave, janë të ndryshme, unë do të adresoj vetëm një që më duket më mushamendse. Dhe është, për shembull, ka raste thonë që mund të vi diçka nga asgjëja dhe për shembull thotë ka grimca në nivelin kuantik që vijnë në ekzistencë nga pa ndonjë shkak të njohur. Dhe kur e kemi fjalën për grimca, janë grimca tepër të vogla, grimcat e vërteta që ne njohim me elektroni, fotoni, quarku, por për këto është fjala për grimca virtuale mund t'i quash, që shfaqen vetëm për një çast pa ndonjë shpjegim dhe zhduken. Dhe prandaj nuk i emërtojmë dot ato. Dhe nëse kjo është e vërtetë, pra nëse vin nga asgjëja, atëherë premisa bie, pra ka diçka mund të filloj pa një shkak. Por e vërteta është që vakumi kuantik nuk është një asgjë, është një gjendje fizike me energji. Dhe me qenë se është një gjendje fizike me energji, atëherë është diçka. Prandaj përsëri dhe kjo do të dështonte që se ky fenomen nuk do të vërteton se diçka vjen në ekzistencë pa shkak. Universi filloi të ekzistojë premisa tjetër. Pa u ndalur shumë, por ne dim një fakt shkencor që universi po zgjerohet. Edwin Hubble në 1929 vërtetoi përmes vëzhgimeve të tij me teleskop një teori që ishte nxitur nga George Lemaitre, Alexander Friedman, duke punuar me ekuacionet e Einsteinit, dhe ai tha që drita që largohet nga vëzhguesi është një efekt Doppler, efekti dritës, bëhet në spektrumin më të kuqe dhe drita që afrohet bëhet në spektrumin më blu, dhe ne shikojmë që galaktikat si Andromeda është duke u bërë më e kuqe, që do të thotë po largohet prej nesh. Kështu që këtë parim, duke menduar nëse galaktikat po largohen nga njëra tjetra, po të shkosh mbrapa në kohë kanë qenë afër, sa afër deri në një pikë të përbashkët ku densiteti i materjes është absolut. Aty mund të nënkuptosh pikën zero të fillimit të universit, mund ta imagjinosh me një tullumbace, po të shënosh diçka në sipërfaqen e tullumbaces së fryrë, që në ato të ne imagjinosh se janë galaktika, edhe të shfrysh tullumbacen, në atë mënyrë do të kuptosh se si kthimi në kohë materia bendsohet deri në pikën zero. Kështu që bëhet shumë e pranueshme se të dyja premisat janë të vërteta, kjo do të thotë se edhe përfundimi është i vërtetë. Pra universi ka një shkak. Po si duhet të jetë ky shkak? Ky duhet të jetë i pavarur nga hapësira, sepse vetë hapësira vjen në ekzistencë në Big Bang, në teorinë e Big Bangut, i pavarur nga koha, i pavarur nga materia, i pavarur nga energjia, të gjitha këto vijnë në ekzistencë në pikën zero të fillimit të universit.
Pra shkaku i universit duhet të jetë transcendent për te universit vet. Një shkak e tillë përputhet më së miri me atë që tradicionalisht ne quajmë Zot. Ka një përputhje pra të habitshme, thot Owen Gingrich, të kozmologjisë moderne dhe idesë biblike që universi erdhi papritur në ekzistencë në të shkuarën nga asgjëja. Ne lexojmë në fillim të Biblës, në fillim Perëndia krijoi qiellin dhe tokën, që aty ne kemi fillimin e universit. Njeriu, do të ndalem te njeriu se si krishterimi e shpjegon më mirë për dinjitetin dhe arsyen. Zoti na ndihmoj pak këtu. Ateizmi dështon të shpjegojë pse njeriu ka vlerë të patjetërsueshme dhe pse duhet i besojë mendjes së tij, dhe unë mendoj që krishterimi ofron themel për të dyja. Si në lidhje me dinjitetin e njeriu në ateizëm, ateizmi thotë, sidomos ateizmi bazuar në naturalizëm me bazë evolucionin, si një proces i padrejtuar, ku njeriu është produkt i proceseve të rastësishme dhe të padrejtuar evolucionare. Nëse kjo është vërtet, atëherë nuk ka asgjë objektivisht të veçantë apo më të denjë te njeriu në raport me krijesat apo në raport me speciet e tjera. Fakt, mbase ju nuk keni hasur, por Peter Singer, një filozof ateist, bioetician në Universitetin Princetonit, ka këto mendime. Nuk ka asnjë vlerë të brendshme të lidhur me të qenit antar i species Homo sapiens. Jeta një foshnjë porsalindur ka më pak vlerë se sa jeta një deri, një qeni apo një shimpanzeje të rritur, dështoja këto. Dhe këto ai shkruan në Practical Ethics. Parimi i tij është një specie nuk e merr automatikisht fakti që është pjesë e një grupi, në të rastin tonë specie Homo sapiens, por nëse ajo ka vetdije, nëse ka pritje nëse bën përgatitje se çfarë do bëj me të ardhmen, si thush jo në kuptimin e vendimarrjes, por në kuptimin e përgatitjes për gjërat që do t'i ndodhin, të shmang rrezikun apo të silli diçka të dobishme për veten e vet apo për klanin e vet. Dhe mbi këtë premisë, ai e nxjerr më të dobishëm një kafshë që është e rritur krahasuar me një foshnjë të porsalindur që nuk i ka as nivelin e dijes, as për përgatitjen, as preferenca. Dinjiteti i njeriu në krishtërim, siç e tha zoti Nano, ofron një bazë të qëndrueshme për dinjitetin njerëzor, sepse njeriu është krijuar në imazhin e Perëndisë. Dhe Perëndia krijoi njeriu në shëmbullimin e tij. Që do të thotë, vlera e njeriu nuk ndryshon sepse nuk varet nga niveli i dijes, nga niveli i inteligjencës, nuk varet nga ngjyra e lëkurës, nuk varet nga mosha, nëse është i posalindur apo nëse është në prag të vdekjes, apo nga sa i dobishëm është ai për veten e vet apo për të tjerët. Jo, varet nga fakti që është krijuar në imazhin e krijuesit. Kjo është e vendosur, kjo është statike, është e palëvizshme. Dhe me të drejtë të nanë vërin duke që të drejtat e njeriut në botë sot janë të bazuara mbi këtë princip biblik. Arsyeja njerëzore në ateizëm. Pse duhet i besojmë arsyetimit ton? Ateizmi, naturalist, thotë se mendja njerëzore është produkt i proceseve kimike të padrejtuara dhe pa një qëllim. Çfarë do të thotë kjo? Nëse kjo është vërtet, atëherë ne nuk kemi arsye të fortë që t'i besojmë se mendja po na jep një informacion të saktë mbi realitetin. Është thjesht një proces kimik i trurit ton. Në këtë bazë ti as nuk duhet të jesh i sigurt që po më dëgjon mua se çfarë po them unë, sepse është thjesht një proces kimik i asaj që po ndodh në tru. Ndërsa për ta ilustruar, Patricia Churchland, që është një filozofe naturaliste, thotë në narrativën evolucionare ose evolucioniste, sistemi nervor i njeriu vepron për të përmbushur 4 qëllime, thotë. Të ushqehet, të arratiset rrezikut, të luftojë dhe të riprodhohet. Dhe ajo e bën të qartë, njohja së vërtetës nuk është një nga këto sistemet një nga këto funksionet e sistemit nervor. Nuk është njohja e të vërtetës. Madje në disa raste njohja e të vërtetës mund të na prishi punë, se mund të na bëjë që të bijem në rrezik dhe jo të shmangemi rrezikut. Charles Darwin ka thënë tek unë gjithmonë të lind dyshimi të mërshëm nëse bindjet e mendjes së njeriu, e cila ka evoluar nga mendja e kafshëve më të ulta, ka ndonjë vlerë, apo nëse janë të besueshme. Po si është arsyeja njerëzore në krishtërim? Krishtërimi mëson se mendja njerëzore nuk është produkt i proceseve të verbra, por është projektuar për këtë qëllim nga një Zot racional. Pra duke qenë në shëmbulltyrën e Perëndisë, duke qenë krijuar në shëmbulltyrën e Perëndisë, që është vetë një qenie racionale, edhe ne kemi aftësi racionale për të njohur të vërtetën.
ashtu siç ka Perëndia njohuri dhe inteligjencë për të një kapacitet për të njohur të vërtetën, ne të krijuar në imazhin e tij kemi kapacitet për të njohur të vërtetën. Pra kemi Krishterimi ofron pra një shpjegim më të mirë se ateizmi pse mund t'i besojmë arsye son. Morali. Ateizmi nuk ofron një bazë bindëse për moralin objektiv. Evolucioni mund të shpjegojë për shembull pse disa herë ne mund të kemi ndonjë impuls moral për të mbijetuar apo për të ruajtur klanin ton, mos bëjmë luftë me klanin tjetër se mund të jetë më të fortë, mund të na vrasin dhe hajde të bëjmë paqe që të shpëtojmë vetë, pra mund të jetë ky impuls mbijetese, por nuk mund të shpjegojë pse ato detyrime janë moralisht objektive, pra janë objektivisht të mira. Çfarë do thotë moral objektiv? Që diçka është e mirë ose e keqe pavarësisht nëse njerëzit e mendojnë ashtu, pavarësisht sa e mendojnë ashtu dhe pavarësisht nëse një kulturë vendos diçka apo jo në atë besim. Për shembull, të torturosh një foshë pa argëtim është objektivisht e gabuar, gjithmonë është e gabuar, apo është objektivisht e gabuar të dënosh dikë për një krim që nuk e ka bërë. Pra këtë në kuptim do kishte morali objektiv. Por nëse Zoti nuk ekziston, morali objektiv nuk ka themel. Dhe ai reduktohet në preferenca subjektive, se relative. Dhe kam përshtypjen që Zoti Nano në këtë qasje bie për sa i përket moralit. Filozofët ateist e pranojnë hapur relativizmin moral. Jean-Paul Sartre thotë, është fatkeqësi thotë që Zoti nuk ekziston, sipas tij, se nuk është shkruar asgjë kundi thotë që e mira ekziston, që ne duhet jemi të ndershëm, që nuk duhet të gënjejmë. Në fakt ndryshe nga ajo që thotë Zoti Nano, në fakt që ne këto prirje kemi të natyrshme, ai thotë nuk është shkruar, dhe meqenëse nuk është shkruar, edhe po të thuash të ndryshmen, nuk mund të gjykojë njeri moralisht të thotë ti e ke gabim ose je i padrejtë. Arthur Left është një filozof tjetër amerikan, thotë ashtu quajtura vdekje e Perëndis del të ketë qenë jo thjesht funerali i tij, por duket se gjithashtu ka shkaktuar eliminimin tërësor të çfarëdo sistemi ligjor apo etik koherent. Është ky artikulli Unspeakable Ethics and Natural Law, shumë i mirë, mund ta gjeni në internet. Nëse Zoti ka vdekur, atëherë bie dhe morali absolut që mbështetet tek ai, është një perifrazim i gjithë ideve të Friedrich Nietzsches. Kjo nuk do të thotë se një ateist nuk mund të jetë i moralshëm, mos më keq kuptoni. Çështja është se ateizmi i tij nuk i ofron një bazë të justifikueshme ose të mjaftueshme për të shpjeguar pse ai të jetë i moralshëm. Krishterimi ofron shpjegim më të mirë për moralin, Zoti siguron standardin për moralin objektiv, nëse ka ligje universale, duhet një ligjthënës universal. Ekzistenca e Zotit i jep kuptime dhe detyrime me morale. Pra morali në kuptimin duhet bërë kjo, po duhet, po kush po e thot se duhet? Kush është ky dikush që thot duhet ta bësh? Në mungesë të një dikushi, s'ka asnjë detyrë. Kush po ta jep detyrën? Vrit, mos vrit. Kush e tha? S'po e thot njëri mos vrit, nëse nuk ekziston ky që do të mos vrit, është një urdhër që vjen nga një dikush. Kështu e ka thënë Richard Taylor. Vuajtja, si një problem ngrihet zakonisht kundër krishterimit, por mendoj gjithsesi krishterimi jep shpjegimin më të mirë për vuajtjen. Ateizmi nuk jep shpjegim të mirë sepse nuk ka një bazë objektive për ta quajtur vuajtjen të keqe. Është shumëta që mund të bëj dikush kur i bëhet një padrejtësi ose kur e godet për shembull, i thotë, "Oh, kjo po më dhem." Po ai nuk ka një bazë morale për të thënë, "Kjo që ti bëre është e padrejtë." Jo, ai thjesht mund të thotë më dhem. Nuk ofron shpresë për drejtësi të plotë. Imagjino se sa padrejtësi ka në këtë botë që i shpëtojnë dhe ligjit dhe ajo nuk do të marrë asnjëherë drejtësinë, ai akt. E bën të paraqartë përgjegjësinë morale, sepse nëse ne jemi procese, domethënë produkt të proceseve kimike, çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që edhe vullneti i lirë nuk ekziston. Ajo që një person bën është thjesht produkti i reaksionit kimik që ai s'ka as kontroll, ai është i determinuar, e përjashton dhe bën të paqartë përgjegjësinë morale. Po në fakt ne kërkojmë njerëzit të mbajnë përgjegjësi morale, se e presupozojmë që diçka është e gabuar vetvetiu. Por Krishterimi ofron një problem më të mirë një shpjegim më të mirë për problemin e vuajtjes. E shpjegon me rënien, njeriu është krijuar për pasur miqësi me Perëndim, po ai refuzoi të ishte në këtë miqësi me Krijuesin, edhe çdo gjë lind prej asaj, lind e keqja dhe lind mundësia për lind si thosh pasoja e vuajtjes. Njeriu jeton në një botë që përveç se do të ushtrojë vullnetin e tij, ai dhe do të pësoj të qenit në një botë që Zoti ka hequr mbrojtjen e tij.
Në Bibël thuhet bota e krijuar ankon dhe është në mundim dhe njeriu do t'i korrë këto pasoja fatkeqësisht të qenit në këtë lloj ekzistence. Mund të shpjegohet përmes vullnetit lirë, Zoti e krijoi njeriu që të jetë i lirë. Liria nuk kupton që ti mund të bësh të kundërtën e asaj që po të kërkohet. Nëse nuk bën të bësh dot kundërtën e asaj që po të kërkohet, do të thotë që nuk je i lirë. Që do të thotë të kesh mundësi të bësh të kundërtën e asaj që të kërkohet, ekziston mundësia që ti të bësh të keqen. Prandaj Clay Jones thotë nëse Zoti do të krijonte qenie me vullnet të lirë, kjo do të thotë se Zoti duhet t'i lejojë ata të bëjnë të keqen. Norman Geisler e thotë në mënyrë tillë, nëse Zoti do t'i ndalte të gjitha mendimet dhe veprimet e lira duke mos i lejuar ato të materializohen, në fundit ne mund të themi që ai do të mohonte vetë lirinë. Por Perëndia nuk është për këtë. Ai na do që të jemi të lirë. Dy njerëz që nuk janë të lirë as nuk mund të bien në dashuri, se nënkupton mundësinë që ai ka drejtën të iki nga kjo marrëdhënie. Përndryshe nuk quhet dashuri. Kryqi është pjesë e përgjigjes që jep krishterimi për vuajtjen. Zoti që prezantohet në Bibël nuk është Zot që shikon vuajtjen nga larg edhe rriduar kryq. Ai merr pjesë. Mënyra si prezanton Zoti në Bibla është ai bëhet njeri, vjen dhe vuan bashkë me njerëzit. Në fakt vuan nga njerëzit dhe shkon në kryq. Prandaj Alvin Plantinga thotë që ai hyn dhe vuan bashkë me ne. Një pjesë e përgjigjes së krishterë për vuajtjen është që Zoti e përdor ose e lejon shpeshherë vuajtjen që të shkaktojë besim, që t'i afrojë njerëzit me veten e tij. Dhe nuk është çudi në fakt, po të analizosh sociologjikisht botën sot, në aty ku ka vështirësi apo ku ka vujtje, nuk gjen mosbesim tek Perëndia. Në fakt gjen besim tek Perëndia. Dhe aty ku ka më shumë rehati, gjen mosbesim tek Perëndia. Pra po të ishte vujtja një problem real për njerëzit nuk do shkonin tek ai, por ja që është e kundërta. Pra dhe Zoti mund të ketë një arsye që ne nuk e dim, sepse një masë të madhe vujtjes që ai ka lejuar është për të shkaktuar besim, sepse ai është interesuar që ta ketë këtë miqësi me njeriu. Vuajtja, thot C.S. Lewis, është megafoni i Zotit për të zgjuar një botë të shurdhët. Zoti do që ne të ndërtojmë karakter dhe ndonjëherë prezenca e vuajtjes bën të mundur ndërtimin e karakterit. Ti nuk mund të mendosh se je një njeri sakrifikues nëse nuk ka një person në botë që të ketë nevojë për sakrificën tënde. Ndonjëherë vuajtja është e nevojshme për ndërtimin e këtij karakteri. Charles Dickens thotë vuajtja ka qenë më e fortë se të gjitha mësimet e tjera. Më ka përkulur dhe më ka thyer, por besoj se më ka dhënë një formë më të mirë. Vuajtja e shpjeguar në Bibël është në mënyrë përfundimtare ka një shpresë. Ka një shpresë që Perëndia do të thajë lotët, atë që Zoti Nano e preku gjithashtu. Vdekja nuk do të jetë më, jeta e përjetshme do të jetë pa breng, pa klithma, pa mundim. Dhe ndryshe nga Zoti Nano, unë mendoj që kjo është e mundur për shkak të asaj që do shpjegoj tani. Është e vërtet për shkak të asaj që do shpjegoj tani. Por për ta përmbledhur këtë, krishterimi e përgjigjet më të mirë se ateizmi për vuajtjen, sepse shpjegon origjinën e saj, tregon se Zoti nuk është indiferent ndaj dhimbjes, shpjegon se Zoti mund të përdor vuajtjen për afrimin e njeriu me të dhe për formimin e karakterit, dhe premton se një ditë do të jap fund vuajtjes. Po për Jezusin historik, ajo që thash dua të komentoj këtu. Ateizmi nuk ofron një shpjegim të mjaftueshëm për faktet që dim rreth Jezu Krishtit. Jezu Krishti nuk është thjesht një personazh interesant i antikitetit, është shumë më shumë se kaq. Këto fakte shpjegojnë më mirë nga pretendimi i krishterimit se ai u ringjall prej së vdekuris dhe se është Zoti i mëshiruar. 4 fakte që kërkojnë shpjegim janë këto. Jezusi vdiq me anë të kryqëzimit, varri i Jezusit u gjet bosh, dishepujt patën përvoja për të cilat besuan se ishin shfaqje të Jezusit pas vdekjes, dhe dishepujt ishin të gatshëm të vdisnin për besimin te ringjallja. Jezusi vdiq me anë të kryqëzimit, të e thonë dorëshkrimet e Dhjatës së Re, të e thonë historianët e hershëm, Taciti, Plini, Suetonius, Thaliusi e të tjerë. Unë do të citoj Flavius Josephus, që përmend kur Pilati me kërkesën e krerëve të judenjve, jo kudenjve, e dënoi në kryq. Pra është e pamohshëm qoftë nga Bibla, qoftë nga historia. Po varri bosh. Ka më shumë se 6 burime të pavarura, sa më të hershme të burimet, aq më të besueshme. Dhe dëshmitë e hershme konsiderohen shumë besueshme, sepse kur marrin parasysh se dëshmitarët e para ishin gra. Pse është e rëndësishme kjo? Sepse në antikitet gruaja nuk merret parasysh për dëshmi.
Për shembull kemi Flavius Josefus që na thotë të mos pranohet dëshmia e grave për shkak të mendje lehtësisë së tyre. Po të krishterët ose Bibla e merr. Në fakt, në kundër asaj që argumentoi zoti Nano është që krishtërimi e nderon gruan dhe në këtë rast po të ishte një trillim nuk do të vendoste dëshmimtare gratë, do të kishte vendosur burrat. Për shkak, po pse I vendos gratë? I vendos gratë sepse ka sinqeritet, do që ta tregoj historinë ashtu siç është, edhe nëse në sytë e njerëzve do duket si e pa besueshme, sepse janë gratë që po dëshmojnë. Pra kjo e rrit besueshmërinë e tekstit. Ka një kundërshtim që dishepujt mund ta kenë vjedhur trupin, besoj që nuk qëndron, po të marrësh parasysh mënyrën se si I organizonin romakët, ruajtjet, kultura e tyre. Kemi një dorëshkrim, në fakt një mbishkrim të një perandorit Cloud që gjendet edhe thotë që ai që do të dhunoj varrin do dënohet me vdekjen e tij, që të japësh një shpjegim të tillë do duhet thuash që dishepujt nga qenë këshin trima, spyesnin fare për frikën, edhe vajtën e vodhën, po mirë që e vodhën, po pastaj pse predikonin ringjalljen nëse e kanë trupin vet, pra është një logjik që nuk shkon. Jezusi nuk ishte vdekur, kishte rënë fikët, është një kundërshtim tjetër ateist. Por edhe kjo duhet mendosh që romakët nuk dinin të kryqëzonin njerëz, domethënë sikur nuk ishin të mirë në kryqëzim, ishin amator. Ose të mendosh këtë që po mirë, ja I rat fikte u ngrit, po si arriti t'i binte ata që ai u ringjall nga të vdekurit, nëse ai ishte I plagosur, I duhen ditë të tëra me radhë apo muaj që të marrë veten. Dishepujt patën përvoja për të cilat besuan se ishin shfaqje të Jezusit pas vdekjes. Një kundërshtim thotë po jo, po mund të kem parë halucinacione. Përgjigje mundshme është që Jezusi u shfaq shumë herë në vende ndryshme, persona ndryshëm, por edhe grupeve, dhe studimet në psikologji, unë kam ca miq psikolog këtu, nuk besoj që ka ndonjë rast që një grup të përjetojë të njëjtin halucinacion. Zakonisht halucinacionet janë individuale dhe nuk janë të ngjashme. Dishepujt ishin të gatshëm të vdisnin për besimin te ringjallja. Pietrin, për shembull kemi dokumentim të historianit hershëm Eusebius për Pietrin se si u kryqëzua kokë poshtë, për Palin si u martirizua. Kundërshtimi që vjen zakonisht nga ateistët është që po ka shumë misionarë të feve të ndryshme që janë të gatshëm të vdesin për besimin e tyre. Pse duhet marrim dëshmitë edhe gatishmërinë e dishepujve për të vdekur si më të rëndësishme? Problemi është ky që misionarët e feve të tjera mund të vdesin për një ideologji ose për mësim, por apostujt kanë vdekur për një ngjarje. E pan Jezusin të gjallë pas kryqëzimit. Kjo është pretendimi I tyre dhe për këtë janë gati të japin vdekjen. Pra nuk kanë vdekur thjesht se duam që mësimet e Jezusit të ecin, por e pan apo jo të ringjallur. Pra faktet që tham kërkojnë shpjegim, shpjegimet ateiste nuk janë bindse, shpjegimi më I mirë I tyre është ajo që thotë apostulli Pjetër. Këtë Jezus Perëndia e ka ringjallur dhe për këtë të gjithë jemi dëshmitar. Si konkluzion, duke qenë se krishterimi ofron një bazë të arsyeshme për origjinën e universit, jep shpjegim më të mirë për dinjitetin dhe arsyen njerëzore, ka një themel objektiv për moralin, tregon origjinën e vuajtjes, por edhe jep shpresë se një ditë ajo do të mbarojë, paraqet ringjalljen fizike si shpjegimin më të mirë të fakteve historike rreth Jezusit. Atëherë është e arsyeshme të themi se krishterimi ofron një shpjegim më të mirë për realitetin se sa ateizmi. Prandaj, mbi këtë bazë, me dashamirësi I bëj thirrje Mustafa Nano si njëri që reflekton dhe kërkon të jetë sa më I arsyeshëm, ta braktisë ateizmin dhe ta përqafojë krishterimin.